الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. Të dashurit e mi, vllazën shumë të nderuar, xhamatlit bekum, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë Allahut. I lutem, i përgjerohem, i përkushtohem, e adhurojmë shoq dhe shirk asnjëherë kurrën e kurrës Allahut nuk i bëjmë, edhe vazhdojmë e rrugtojmë e udhtojmë të gjithë së bashku drejt kënaqësive të Tij. Shumë selame, shumë salavate, shumë dashamirësi, shumë afërsi, shumë dashuri, shumë amanetet pejgamberit ton alayhi salatu wassalam ja adresojmë familjes tij, por edhe të njëjtën kohë shokëve të tij, por edhe gjithë besimtar e besimtarë në fytyrën e tokës, të cilat nuk i bojnë shoq Allahut deri në ditën e llahtarisë, në atë ditë kur dalëm të gjithë para Allahut, në këtë ditë e cila është ditë e madhe për neve, në të cilën ne të bëhemi të gjithë, edhe i përkushtohemi Allahut me këtë ibadet i cili është ekskluziv, të gjitha punë të tjera i pezullojmë, vetëmin fokus e kemi me ndëgju hudben edhe të njëjtën kohë këshillat që dalin prej këtij vendi. E kemi një qarkore nga Këshilli i Bashkisë Islame me fol për një temë për të cilën është më së qelluar. Aja është trajtimi me rahmet i ujit, për shkak se ujësjellsi është anku. Të ne hoxhallarët edhe më ju bë apel popullit edhe xhamatit se mbi 62% është duke humb ujin në territorin e Mitrovicës. E Mitrovica me ujmonin e vet që i furnizon gjysmën e Kosovës. Nëse na e shpërqendrojmë kujdesin, pra e keq përdorëm, edhe lëshojmë ujin e hupum lidhje pa lidhje, lëshojmë ujin edhe absolutisht nuk kujdesëm për ta, është në rrezik që Allahu Dhul Gjelal me na sprovu me mungesë të ujit, e sidomos në kohë vere. Prandaj duhet me trajtu këtë punë në aspektin fetar, se gjithçka çka lidhet me këtë jetën e kësaj bote, po edhe të ahiretit, na kena rregulla, kena kode, kena tradit, po mbi gjitha kena porosi që na i bardhëm prej Allahut dhe prej profetit tij. Shikçoni vllazën çka thot Zoti për ujë. Thot Allahu: "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun." A keni po ju njerëz ujin që e pini, që ashtu pas Zoti drejtohet. A keni po, thot, o ju njerëz, ujin që e pini, thot, a kemi zbrit na prej rreve, a e keni zbrit jo? Allahu pe pyet njërin. Masanej thot Zoti në Kur'an për ujin: "Wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in afala tu'minun." Shep i vjen, thot Allahu, gjithçka çka frymon, çdo gjallëz që në tokë ekziston, krejt për ujit është. Thot, a nuk besoni? Edhe prap thot keni nevojë, thot, me ju sjell argumente dhe fakte. Shikoni vllazën të dashur, krejt dynjon me ta dhënë, me të provu Zotin, mungesë të ujit nuk duhet asgjë. Gjithçka është e thotë, gjithçka është e errët, gjithçka është e shkret, nuk paramendohet jeta pa ujë. 2/3 e tokës është me ujë, pa ujë nuk ekzistojmë. Prandaj na në Kosovë, vllazën të dashur, jena në mungesë të ujit. Na duhet me pranu. Bunorat me një thatësi të vogël
më automatizëm bje niveli tyne. Por unë Zot më ngrit niveli thatësisë, më automatizëm bjen niveli ujit pishëm në shtetin tonë. E të ardhmen e afërt, po edhe të largët, krizat botërore kanë më u lidh edhe kanë më ndërlidh në mungesë të ujit. Andaj për me a ditë vlerën tash, ku na vjen një kohë e krizës në të ardhmen e afërt, inshallah Zoti na e shmong me rahmetin e Tij, nuk na sprovon me mungesë të ujit në tokë, na duhet prej tash me a ditë vlerën. Qysh? Qëra feja qysh e ka trajtu? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po ecë edhe pranë tij peshen një shok të vetin të morë avdes. Hadithi është sahih. Ai shoku i vetë, që ky që po marrë avdes, e ko emrin Saad ibn Abi Waqqas. Që ky Saad ibn Abi Waqqas krejt pasunin, që ka pos, ja ka prun pejgamberit alayhi salatu selam, para durve ka thonë këtë është për ty. Pse? Pse ka bo këtë veprim? Sepse vëllezër të dashur, Allahu dhul Xhelal e kish pas provu Saadin, nuk kish pas fëmijë. Ka thonë unë masi s'kam fëmijë, i kam veç vojzat kanë mu martu, shkojnë të burrat e vetë, edhe krejt pasunin po ta dho ty. Shiko subhanallah, qysh e ka eduku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë jo, bile ka thonë një tretën e pasunisë më madhon për obligimet ndaj islamit, ndaj shtetit, thot është shumë. Se thullu këthir, ka thonë, shumë është një treta. Ka thonë se ki familje, ki fëmi, edhe pse në vojzë ato kanë hak në trashëgimin tonë, që kam su pejgamberi alayhi salatu selam. Që ky sahabi po merr avdes, edhe pe këqyr pejgamberi alayhi salam qysh po merr avdes, që të hadithin nga me vëmendje. Edhe për ju afrohet, tha, si kur jetu bo masraf. Tha, Saadi, tha, po kjo është lumë. Tha pejgamberi alayhi salam, çka të lojsh dorën, e ftyrën, e komën, në avdesë, mi 3 herë, është masraf. Hej, në ujë, në deti, a bon me mor avdes në deti? Ban. A bon me mor avdes në ujë nibër? Ban, është rrjedhshëm. Mirë po nëse e tepron edhe në ujë të rrjedhshëm, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, regjistruhesht Allahu për atyne që kanë bën masraf. E ju e dini që ka thëtë Allahu për masraf gjit. Që ka i bjen me konë masraf gjit? I bjen shpërdorus. A i cili e qënë qeshmen për shkën krejet njerë, a qeshmen qut. Që kjo është a i masraf gjia cilën Allahu nuk e dënë. Innehu la yuhibbul musrifin. Allahu nuk i dënë ata që e shpërqendërojnë, e këshpërdorin. Me një fjalë, populli shqiptar e ka përvetësu mirë këtë njohuri për i Zotit, e ka qujtë, ka thonë mos bë masraf. Nuk e dënë Allahu ati cili bën masraf. E nësët rrezikun potencial e kemi për njerëzit që bojnë masraf, e çojnë ujin pa nevojë. Edhe absolutisht thotë që është shumë është e thjesht. A e dini çfarë problematike është, sa lodhi, sa ndjerë, sa angazhim ka për me ta sjell ty krunin, sa ajo kru, edhe pse është në qeshme, ajo është kru i cili ta sjell në shtëpi, edhe kjo është njëra prej arritjeve më të mëdha të njerëzimit me pas ujin mrena në shtëpi. Paramendo ato shtete, ato vene, ti nëse don me eduku veten tonë, mos me bë masraf në ujë, vish paramendo ato shtete në Afrikë, ato vende në për Azi, qofshin të afërt apo të largët, çfarë peripetije kanë me siguri një gotë ujë. Ujë ka vlerën e madhe të Zotit. Me ujë, përveç që na vyn me jetu, na vyn me u pastru. Përveç që na vyn me u pastru, na vyn me u lidh të Zotit, se Zoti nuk na pranon nëse nuk jemi të pastërt. Nëse ka ujë, po ka rregulla, s'ki ujë, atëherë e ki mundësinë e tejmumit. Mirë, po tejmumi është emergjent. A në kushte normale është ujë bazë për jetë. Harun Rashidi ka qenë një mret i muslimanëve para 1200 vjete. Perandoria e tij është shtri prej lindje në jug, prej veriut në
prej veriut në jugë, prej lindje në perëndim, shumë ka pos pushtet edhe territor të madh. Edhe një herë për herave del në një ekspedit me ata ushtrinë e vet, me njerëzit e vet, me skurdën e vet, edhe e qtuhet shumë. Edhe këshilltarët të kalumen, njerëzit që kanë mbajt pozita, janë kujdes me pas njerëz fetar. Pse? Se pushteti, pasunia të habit. E njeri unë që ki më të afërt, ta kujton Allahun, ta kujton pejgamberin, ta kujton njerëzillokun, ta kujton rahmetin, se ti kur ki pushtet, ti bosh edhe arrogant, e harron runa Zotin. Edhe të dashurit e mi, e masit e qtuhet mirë mreti, këshilltare pas ka pas njëri devotshëm. Eja qënë gotën me ujë, para se me pi, thët, ka dalë, du me të veti qka. Aje shumë jashtë, u e lem të pi ujë njerë, ja, ka me të pyt, thët, urna, mos me egzistu në ftyrë toke një gotë ujë, edhe qëfar gjendje të ronë jeti, qëso e kështë pagu të që të gotën me ujë. A dhe sa ka thonë mreti? Gjysën e pasunisë e kështë adhonë vesh një gotë ujë me posë, sa eshtë jam. Mirë, e pive gotën me ujë po, ta shpytja. Me të provu Zotit ty, me smundje me pas probleme në kanalet e urinës, nuk mundesh me urinu, ki problem me prostat. E kur je në zërë të madhë për me urinu, që është një prej problemeve më shqetësuese sot në trend botnor të njerëzit, në veçantit e më i shkujt, të dashurit e mi, ky ja bën këtë pyetje para 1200 vjete. Thët, so pore kështë pagu i loqin veç mu qliru, edhe me urinu, thët qatë gjysmën tjetër pasunis që i ka me që ato e kësha dhonë. A dhe që ka i thot këtë djetare? Thët, deri sa thët, për një gotë uj me pi, edhe për një iloq mu qliru prej prostatës, pas ka zhvlerë mrethria, atër thët, sa e pa kuptim të kë ka pa drejtësia. Sa e pa kuptim të kë ka pa drejtësia. Kështu që vllazën të dashur nuk ja vlen për këtë botë mu prish. Se vjen puna të gjysmën e pasunisë, po vaki edhe këtë pasuninë e jep për një shishe ujë. E mos më na orë puna neve deri në deregje, na duhet mi nejtë gati ujit edhe me pas kujdes. Njëra prej shqetësimeve që unë du mi ngritë të para juve është, deri kur na shqiptar dojna mu vetë disu e me gju bërlogun, e mos me gju bërlogun në realisht, e mos me gju bërlogun në për lumejt e tonë. Kjo është të merë. Gjujtja bërlogut. Tani masanej, nëse ti e merë dhe derdh ujin pa hesap, pa nevoj, veç pëse tu ka tek, jenë dëregjet e Allahu sikur aji i cili nuk i len të tjert me pi ujë. A ka thonë pejgamberi a.s. Vesh nga në me vëmendje këtë hadith. Njëri pej 3 personave në ditë kiametit, që Allahu as ko me i full, e as ko me të këqyr, e as ko me të pastru. 3 sene janë këtu. Me bo vaki, në ditë kiametit mos me të këqyr zote, mos me të lëshu syt, edhe mos me të pastru, edhe mos me të full, të kikit garantu me gjehnamin. E njëri për shtyne 3 personave, ka thonë Muhamedi a.s. Ka ai cili i nol njerëzit edhe nuk ju jep ujë me pi. Qysh ka mundësi tash unë këtu për derdhi ujën pa nevoj, e unë jo pas kom nol tjerve atje me pi ujë, po se ti ju e ke qu pa nevoj, unë po du me ujit bashqen, unë po du me bon këton, unë po du me pastru këton, rjedh ujit pa as një arsye. Ti e bo sebep që ati tjetrit atje që jetën katën e 8, ja ke nol ujën. Ti jenë qatë kategori, prandaj kujdes. Kujdes o vllaz, është emanet. Shikoni pleqët e tunë. Hajde t'i kthehemi pak nostalgjis. Pa diploma, po shumë të ngritën edhe të vetëdijsuar, shumë të kulturuar. Këto pusa bunar që i kena, kryje që i kena në për rafshnolta, në për kodrina, në për kodra, në për lugina, në për vende ku sta merr mendja ty. Pse i kanë marru këto hajrate këta njerëz? Pse ne i kalon trashëgimi kulturore neve që na sot do më thonë përdoritëm me ta, edhe i shfrytëzojmë për nevojat tona. A pe vrejni vllazën çka është më rëndësi uji? Ata na shta dhe në lodhë. Një pjesë e madhe e kanalizimeve
edhe pjesa e madhe sistemi të ujitjes e qyteteve të vjetra në Kosovë, 2 qytete më të vjetra të Kosovës, Vushtria edhe Prizreni, që datojnë qysh pikove të lashta që ende e kanë sistemin e ujësjellësit e të disa pozicioneve që sot arkitektura më e re fascinohet prej punës e njerëzve që kanë punu, atyre emrat e tyre nuk ekzistojnë. Kush e ka marru këto? Ose për shembull shkon në për qytetet e vjetra siç është Berati, siç është Gjirokastra në jug të Shqipërisë, edhe e sheti çfarë punë kanë bë brillante, që fascinojnë shkencëtarët e arkitekturës. Ata e kanë lënë gjurmën e pashlyr, emrat e tyre ndoshta nuk ekzistojnë në tefterin ton, por te Allahu nuk shlyhen emrat e tyre deri në ditën e Kiametit. Andaj vllazën të dashur, kjo është një përgjithësi. Jo, s'po du me pagu ujin. Jo, ti s'ki drejt mu më qkyq. Jo, është kështu. Ujin duhesh me pagu. Ujin duhesh me rujt nëse don me pas. Ujin duhesh mu kujdes, është jetë. Ti kujdeso me rujt në mënyrë racionale me përdor, me emër të Allahut, me automatizëm ke me hinat kategorinë që u ke dhon ujë, edhe nuk ka sevap ftyrë tuke pas shahadetit la ilaha illallah se sa njerëz me ngop me ujë. Ti kujdeshesh në mënyrë racionale, të mënyrë të matne për hatër të Zotit, ke me hyrë në atë kategorinë sikur ju ke afru njerëzve me pi ujë. Zoti juve ju shpërbleft. Faleminderit shumë për vëmendje. Me kaq unë e përfundoj. Kjo është një mesazh dhe një porosi direkte për gjithë neve që të vetëdijsohemi, të kujdesemi, sepse fatësirat edhe vëzatën po vrehen, sa ma dimrat e butë, mundësia mos me pas ujë shumë e madhe, prandaj lusë Allahun azza wa jall mos me na provu me këtë dukuri, se dukuria sikur vërshimi që është një dukuri shumë vdekjeprurse, e edhe fatësia është njëra prej këtyre dukurive. Neve shqiptarëve na ka begatu Allahu shumë, prandaj ju lutem për hir të Allahut, o popull i dashur, o millet i nderuar, e i bekum qofshit, mos u ankoni për hir të Allahut, se nuk ka të mirë në tokë e që se ka zbrit Allahun trullin tonë. Allahu inshallah na bën kabul e na mundson me falënderu, se ka thonë Zoti me Kur'an, wala in shakartum la azidannakum, nëse falënderoheni vallahi ja ushtoj, a vallahi wala in kafartum, anase bëheni buk për mës, dini se dënimin e kam shumë të ashpër ndaj jush pastaj. Allahu na mbroft e na udhëzoft ya rabbel alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. تداشر جمتلي vllazën besimtar, qofshit nderuar të bekum, lutuni Allahut për zonat e krizës, për ata vllazën, ata motra, pa dallim janë njerëz, madje qofshin edhe nëse nuk janë të lkurës tonë, edhe nëse nuk janë dinit tonë, edhe nëse nuk janë runa zot kiblets tonë, por janë njerëz të hekun keq, pavarësisht kudo që ndodhin, këto gjakderdhe, këto qenocide, këto katastrofa, Allahu dhul Gjelal e zavendësoft keqen me të mirë, e zavendësoft luftën me paqe, pa sigurin me siguri e garanci, a i ka mundësi, prandaj lutem, zemra po na dhem, shpirti po na trazohet, mendje po na trubullohet, ja Rabbi, të lutna me emnat e tu të bukur, me cilësitë e tu të larta, e të përsosura, ja Allah, posh rahmetin tënë, ata vllazën, ata njerëz, ata besimtar, ata njerëz tu, krijesa tu, o Allah pështë, ja Rabbel Alamin, të lutemi me lutjet e besimtarëve, duat e njerëzve të mirë që ti i dënë, ja Rabbi deri në ditën e Kiametit. Allahu ju bekoft,
Allahu ju gëzoft, të vdekurit juj Allahu i mëshiroft, të smurit juj Allahu i shëroft, e i qetësoft, e i kthjelloft, e i pastroft, e i gradoft. I lutëm Zotit ton për çdo njeri të smur, qofshim që e njohum apo nuk e njohum, qofshim që e dim apo nuk e dim, ja Rabbi, shëroj, pastroj, gradoj, shëroj, lartësoj. Ti ki mundësi, prandaj kthej të shnosh, e të gjallë, e të mirë, e të pastrum në shtëpi, e me gëzimin tyre u gëzov shumë të gjithë. Allahu ju bekatoft me të mira të dashurit e mi, vllazën ju e dini iniciativën tonë që kemi marrë për me e pagu peletin prej tash, me aqit synin që të populli, me siguru peletin, unë peletin e kompru në Borxhamis, prandaj Petriti del me postoqi, me centa. Na kemi fillu vllazën të dashur pej Bajramit, por ende jemi largë për me e siguru komplet pagesën, prandaj me emër të Allahut, Allah shpërblet atë vllahun tonë i cili po na pret derisa ti bojmë ato pare edhe me ja bë pagesën. Në mënyrë që kur na vjen dimri, inshallah na vjen dimri me thoni ashpër, është gjëna nashta këtë dua me bë, po një dimër i cili quhet dimër, në mënyrë që ta përjetojmë të asaj verën verë. Zoti ju shpërblet, faleminderit shumë për mirëkuptimin edhe mundësinë e keni të hapur. 5 cent e përpijet sa t'ja flet shpirti dhe zamra juj. Gjithçka me dëshirë, me vullnet. Kjo është për mirëmbajtje, është rregull shtëpiak i secilës xhami. E Allahu juve ju shpërblet për mundësinë që po na japni që lirë shumë me e drejtu këtë kërkesë. Sot Zoti me Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetëso, mos u mërzit, mos u ligështa, mos u idhna, mos gabo me një vetën keq, se ju jeni më të naltit nëse jeni besimtar. Hajde Haxhi Muharrem që faqe bar e thirrna ikametin.